Mateo është banori preferuar nga audienca një televotim që u bë mbrëm në Prime. Nëse do të shikojmë të gjitha sondazhet që janë si në platformat sociale, por edhe në webet e lajmeve, padyshim që kryeson dhe ka mbështetjen maksimale Mateo, dhe besoj që të gjithë ata që e kanë votuar dhe që e mbështesin shikojnë tek ai një djalë të ri i cili nuk futet nëpër skuta apo nuk bën ndonjë lojë të pisët, nuk përdor një fjalor degradues ndaj të tjerëve, përposte disa fjalëve që i thot kur ja bjen atë limitin më të hundës, siç është Rogerti apo dhe mbështetja që po merr Mateo nga publiku është edhe një sinjal për atë që ai po krijon me Brikenon, duke i dhënë një suport, një shtys apo edhe një sinjal tjetër, por në tërësi ekzistenca dhe loja e Mateos në atë shtëpi është shumë pa skrupull, por ekzistenca e Mateos dhe loja e tij, nëse mund të quajmë lojë, në atë që ai mbarvan dhe jeton në atë shtëpi, është ajo që i publikut i pëlqen, një sinqeritet, një djalë me norma dhe me këmbë në tokë që nuk lëkundet apo nuk e ka lojën e pisët, por sidoqoftë lojën e pisët padyshim e ka Rogerti, si në situatat që ka me Selin, por edhe situatat që ka me Mateon. Sa i përket situatave me Selin, pas Prime-it u zhvilluan njësër situata, shku do t'jap mendimin tim pikë së pari për atë provokimet që Rogerti i bën në mënyrë të degraduar, të neveritshme dhe as pak me një lloj kornize, është shqyer nga çdo lloj limiti dhe nga çdo lloj sjellje me norm apo me dinjitet apo me një lloj qasje që duhet të frenohet pak. Ai nuk ka limit, nuk ka asnjë kornizë në ato që shpreh në ato që kodet. I tha Selin ku e kebabin, pastaj në një diskutim e këtë të fundit duke edhe e shtyr Gretën apo dhe duke bërë por edhe duke bërë filma dhe lojra të neveritshme që edhe audienca nuk i pëlqen dhe i ka ardhur këtu me të gjitha sjelljet dhe qasjen që ka Rogerti, që nuk mori as pak dhe nuk tregoi një lloj reflektimi nga shpella ku qëndroi disa ditë i izoluar. Rogerti shkon në qasje që mund duken si një lloj manjakërie që ai ka ndaj djem duke i sulmuar dhe duke u përmendur atyre orientimin seksual apo dhe duke i ftuar që të shikojnë duke zbërthyer pantallonat që ja bëri Mateos. Për mua, ku është burëria këtu që zbërthen pantallonat, vetëm Rogerti din ta konceptoj nëse i quan provokim edhe këtë situatë që zbërthen pantallonat apo që ngjer atë xhepin e pantallonave, që për shumë komentohet si një lloj qasje që është e fokusuar në një jetesë që është në burgje, ku më i forti shikon dhe piketon ndoshta njerëzit më të dobët dhe që me një lloj eksitimi nga nënshtrimi që ka atyre, duke i përdorur në këtë kornizë, nxjerrin xhepat dhe këta më të dobtit i tërheqin. Këtë gjë do të bëjë dhe Rogerti, nuk e di ku e ka marrë këtë frymëzim apo ku e ka marrë këtë ide, nëse nuk ka përjetuar diçka të tillë në jetën e tij. Për duke mbetur tek Selin, ai e ftoi në hotel në thonjza për t'i treguar burrërinë, për të pirë një kafe. Pra shkon në këtë lloj degradime për të luajtur mend apo le të themi për të provokuar nervat e banorëve, edhe pse Selin në një moment i hodhi patetinën ku Rogerti ishte shtrirë në krevat, që e ktheu në një lloj dramaciteti, nuk e di, mediokër dhe shumë qesharak, thua ti i ra me gur, edhe gjithçka që bën Rogerti në atë lojë për të është e mirë, por ku të tjerët bëjnë një veprim, ai menjëherë viktimizohet, ka një lloj mbrojtje dhe ka një lloj qasje që për mua është shumë qesharake dhe e tregon që është një lojtar i dobët, i frustruar, edhe që të vetmin mjet edhe forcë që ai ka në atë lojë është vetëm degradimi i një fjalori që as në mbetorinat e kazanëve nuk e gjen, por ai e ka marrë edhe e tregon dhe e nxjerr pothuajse me të gjithë banorët. Kur Rogerti t'i përmendin djalin apo gruan apo familjen, hidhet si gjel. Ai ku i përmend të tjerëve gruat, familjet, baballarët, të tjerë duhet ta adurojnë dhe duhet t'i bëjnë his lojës që bën ai. Sigurisht që situata midis tij dhe Selin është tensionuar, ku në këtë debatin e tyre pa diskutim është përfshirë dhe Gimbo, por është përfshirë dhe Greta, e cila është kthyer tani më në një lloj personazhi që po pëlqet tek publiku me reagimet e saj spontane, pa
filtra edhe pa të klasin si që ka në veshje dhe në dukje në Prime, pra është shumë e çlirë, thotë dhe një sharje në italish, por që po shikoj që publiku po e pëlqen në këtë vërtetësi që ajo është dhe në reagimet spontane që ka pa filtr, pa kontroll dhe në fund të ditës nuk i ka të degraduara, po thjesht i ka reale në ato biseda dhe në ato komente edhe fjalë që ne mund t'i themi në përditshmërinë tonë, edhe pse duam një lloj pastërtie kur vjen puna në formate si Big Brother. E ndarja e shtëpisë me 2 kampe për mua, kampi që ka dhe mbështetjen maksimale është ku është pjesë edhe Matteo, Brikena, Selin, Kristi, Gimbo, Shëndriti, Greta, e sidoqoftë është një grup ku ka më shumë, le të themi, një lojë të pastër dhe që më së shumti sulmohen nga grupi ku është Rogerti me Mirin edhe Artani, Juela, e cila duke marrë të gjithë parasysh çfarë u tham brëm në Prime, e ktheu një pyetje apo një interpretim që bëri Shëndriti, duke thënë që ti ndoshta jetën tënde nuk e ke të përmbushur jashtë, duke bërtitur dhe duke qarë, duke thënë që mos ma përdorni tragjedinë e jetës, ku bëhet fjalë që ishte dashurin dhe motrën e tij i vranë dhe padyshim që është një plagë që i dhëmb dhe nuk dosh që të tjerët ja përmendin, por në atë që edhe Shëndriti ja tregoi më pas që nuk e kishte as pak kontekstin për këtë, por e kishte për jetën jashtë. Jeta jashtë nuk ka vetëm partner, ka dhe punë, ka dhe jetën tënde, je dhe ti përballë jetës, edhe në këtë kontekst besoj që e kishte Shëndriti duke thënë që ti po të ke një lloj zbratësie në jetë që po e tregon dhe këtu brenda këtij realiteti, por duke qenë që është në një televotim dhe duke parë të gjithë ngarkesën se si ka dalë, si një e keqe edhe që për i përngjan Rogertit, ku edhe në rrjetet sociale Juela si e zvën emri Rogerta, ajo po përdor kështë shumtuar të thuash, por po përdor këtë kartën që të ndjej një lloj dëmshurie publiku dhe të mos a eliminoj të shtunën, ku më e rrezikuar është padyshim Marko, vetëm në heshtje shikoj në atë shtëpi dhe figurant. E sa i takon ndarjes midis Mirit dhe Selin, është padyshim pjesa e mbetur e një rrugtimi që ata nisën të dy bashkë, tani më duke u pozicionuar të dy në 2 grupe dhe duke qenë lider të këtyre 2 grupeve, edhe pse për disa është Matteo lider i grupit ku ai është edhe vetë, por besoj që ndarja e tyre është për këtë efekt, për të prodhuar dinamika dhe për të pasur një lloj rivaliteti, ndoshta kjo një strategji në heshtje e tyre e kuptuar e nënkuptuar për të mbërritur në finale të 2 kokë më kokë për çmimin e madh, dhe në fund të ditës është një lojë që po prodhon dinamika, është një lojë që ka krijuar situata, por që po merren edhe po shqyrtohen edhe veprime që kanë bërë të dy. Miri më së shumti thot ai që më ka ngulur ka Selin thotë që ne si grup të dy nuk është se kemi bërë ndonjë strategji loje për të nxjerrë dikë, për të hapur një debat, po thjesht qëndrimi i tyre në një krevat për 50 ditë ka që një situatë që është komentuar si brenda jashtë nga opinioni publik edhe nga vetë babai i Selin, por edhe familjarët e tjerë që janë futur si vëllai, por edhe kunata e famshme që me njëherë sa fut në atë shtëpi tha ti nuk po dukesh mirë me Mirin, por si të qofte shikoj si një lojë që padyshim do të prodhoj dinamika dhe do të shikojmë se me kush do të rrëzoj kë me këtë lloj inatit të përplasjeve të 2 grupeve që janë të krijuara natyrshëm në një lojë ku secili gjen veten tek tjetri dhe bëjnë këtë aleancën për të nxjerrë një nga një grupet kundërshtare dhe siç ka treguar dhe vetë rrjedhja Big Brotherit, ata që janë afër Mirit edhe ikin nga ky format, presim të shikojmë nëse do të ndodhë sërish, por duke qenë që në televotim janë pjesëtarët e grupit të Mirit dhe Selin nuk del pa diskutim që jo, do t'ikim Marko që është pozicionuar dhe shikon vetëm më shumë në krahun e Mirit. Paka shumë të ishin komentit e mia në Troçme Redin, do doja të dija edhe t'juajat duke mos harruar t'i bëni subscribe edhe kanalit Koha Jo në YouTube.